Ndërroni jetë në moshën 90 vjeçare ish lideri komunist i Kubës Fidel Castro. Lajmi është bërë i ditur nga vllai i tij Raul Castro, i cili drejton Kubën që prej vitit 2006. Në një deklaratë transmetuar në televizionin kombëtar, Raul Castro njoftoi se ish lideri ndroi jetë mbrëmjen e së premtes në orën 22:29 minuta, ndërsa trupi i tij do të digjet në orët në vazhdim. Mes emocioneve dhe me një zë që i dridhej, Raul Castro tha në televizionin shtetëror se vllai tjetër më i madh vdiq rreth orës 22:29 së premtes dhe më pas përfundoi lajmërimin me sloganin revolucionar: drejt fitores gjithmonë. A las 10:29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Hasta la victoria, siempre. Ish presidenti i Kubës Fidel Castro, i cili udhëhoqi një ushtri rebele, përqafoi komunizmin sovjetik duke sfiduar fuqinë e 10 presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë gjithë sundimit të tij gjysmë shekulli.